Një nga truket më klasike të skenës, zhdukja asistentes brenda një kutie të mbyllur dhe shpimi i saj me shpata për të provuar se brenda nuk ndodhet askush, është bërë virale, por këtë herë për një arsye tjetër. Një video e filmuar nga lart ka nxjerrë zbuluar mekanizmin e fshehur të iluzionit, duke treguar se ajo që publiku sheh nga përpara është krejt ndryshe nga ajo që ndodh realisht brenda kutisë. Si funksionon truku? Në pamje normale, vajza futet në një kuti të ngushtë. Magjistari e mbyll, e rrotullon, më pas nis të fus shpata metalike nga të gjitha anët. Nga këndi ballor, duket sikur brenda nuk ka më hapësirë për askënd. Por pamjet nga lart tregojnë një tjetër histori. Platformë në hapësira të fshehura. Kutia nuk është një hapësirë e vetme. Ajo ka ndarje të projektuara me saktësi, ku asistentja zhvendoset menjëherë sapo publiku shpërqendrohet për pak sekonda. Shpata që kalojnë në boshllëk. Edhe pse duken sikur përshkojnë gjithë volumin e kutisë, në fakt ato kalojnë në korridore të llogaritura më parë, duke shmangur zonën ku është pozicionuar vajza. Shpërqendrimi është çelësi. Çdo lëvizje dramatike, çdo perde e valvitur, çdo gjest i egzageruar shërben për të kontrolluar vëmendjen e publikut. Iluzioni funksionon vetëm nëse e sheh nga këndi i duhur. Pse u prish magjia? Magjia e skenës bazohet te kufizimi i këndvështrimit. Skenografia është ndërtuar që të funksionojë horizontalisht, përballë publikut. Kur kamera zhvendoset lart, nga një balkon apo kati dytë, struktura e fshehur bëhet e dukshme dhe iluzioni bie. Videoja është një kujtesë e thjeshtë. Magjia nuk është mbi natyrale. Është kombinimi i inxhinierisë së zgjuar, koreografisë së saktë dhe manipulimit të vëmendjes. Në fund, truku nuk zhduk njeriu, zhduk këndvështrimin e saktë të publikut, dhe sapo ndryshon këndi, ndryshon edhe e vërteta.你把这个就规划了，好了，那么到目前为止呢，